Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Iglitafa merr zyrtarisht detyrën në krye të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Gjatë prezantimit të drejtorit të ri, kryeministri Edi Rama premtoi rritjen e pagave me qëllim që të vijojnë të japin kontributin e tyre në institucion pavarësisht çështjes së hapur nga SPAK. Ne vendosur të ndërhyjmë në legjislacion dhe të bëjmë një rritje, domethënë të pagave tuaja, për t'ju thënë që ne ju kemi shumë të çmuar, ne ju kemi shumë të shtrenjtë, ne nuk duam që ju ta braktisni shërbimin publik, ne nuk duam që ju talentin tuaj ta vini në dispozicion të sektorit privat. Ndërsa nuk munguan dhe kritika ndaj mënyrës se si funksionon sistemi i drejtësisë dhe më konkretisht Prokuroria Speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në këtë revolucion ne jetojmë një fazë kur nuk është prezumimi pafajësisë ai që udhëheq veprimtarinë e të gjithë atyre që duhet ta transformojnë këtë sistem në një sistem të drejtë dhe demokratik, po është prezumimi i fajësisë. Ndërkohë që të gjithë prezumohen të fajshëm dhe të gjithëve ju kërkohet të tregojnë. Drejtuesi i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Milinda Karçanaj u doroi pasi ndodhet në arrest shtëpie në kuadër të hetimeve të SPAK për abuzime me tendera. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahima gjatë paraqitjes së drejtorit të ri të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Iglitafa kërkoi që për vitin 2026 fokusi të jetë në zhvillimin e platformës e-Albania 2.0 me qëllim shtrirjen e plot edhe në pushtetin vendor, si dhe ofrimin e shërbimeve proaktive të bazuara në ngjarje jetësore me qëllim reduktimin e procedurave dhe lehtësimin e aksesit për qytetarët dhe bizneset. Një tjetër prioritet madhor mbetet modernizimi i portalit të prokurimeve publike si një hap i rëndësishëm drejt rritjes së transparencës, efikasitetit dhe integritetit në menaxhimin e fondeve publike. Ju jeni duke punuar intensivisht për e-Albania 2.0, e cila do të jetë një tjetër inovacion në ofrimin e shërbimeve, do të ketë shërbime të cilat janë proaktive, të cilat i shërbejnë atyre që quhen real life events. e-Albania do të shtrihet në të gjithë pushtetin vendor, pra nuk do të jetë vetëm për shërbimet në nivel të qeverisjes qendrore, por edhe të qeverisjes vendore. Kemi sfida të mëdha në pipeline si portali i prokurimeve publike. Me njëherë pas ndryshimeve në kodin e procedurës penale të propozuar nga Partia Socialiste, kryetari i Parlamentit Niko Peleshi priti në zyrë të ngarkuarën me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Nancy Van Horn. Në njoftimin e shpërndarë për mediat nga zyra e kryeparlamentare thuaj se Shqipëria mbetet angazhuar për të kontribuar në paqen, sigurinë dhe stabilitetin rajonal dhe global, duke forcuar më tej rolin e saj në arkitekturën euroatlantike të sigurisë. Në kuvent me të ngarkuarën me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Nancy Van Horn mbi partneritetin strategjik mes Shqipërisë dhe SBA-s, veçanërisht në fushat e sigurisë dhe mbrojtjes, shkruan Peleshi. Takimi i radhës i Nancy Van Horn është me kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ecësuria e bashkëpunimit bilateral, prioritetet e përbashkëta dhe mundësitë për thellimin e partneritetit në sferat me interes të ndërsjellët ishin temat për të cilat biseduan kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Mickovski me ushtruesen e detyrës si ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Nikola Varnes. Përmes rrjeteve sociale, Mickovski informoi se takimi ka kaluar në frymë miqësore dhe angazhim të përbashkët për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve. Biseduan për avancimin e bashkëpunimit bilateral, prioritetet e përbashkëta dhe mundësitë për thellimin e partneritetit në sferat me interes të ndërsjellët, deklaroi kryeministri Mickovski. Ish ministri për çështjet europiane Orhan Myrtezani do të jetë ambasadori i ri i Maqedonisë së Veriut në selinë e NATO-s në Bruksel. Ai është një nga 9 ambasadorët e rinj, emrat e të cilëve janë miratuar në mbledhjen e qeverisë. Emrat e tjerë për ambasador janë diplomat karriere që prej vitesh kanë punuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Sipas ligjit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të 9 kandidatët përpara se të emërohen ambasador duhet i paraqesin planet e tyre përpara Komisionit për Politikë të Jashtme në Kuvend, ndërsa më pas presidentja Gordana Siljanovska-Davkova do t'i dërgojë zyrtarisht në mision diplomatik. Sipas burimeve, lista ambasadorëve të rinj është harmonizuar mes presidentes Siljanovska, Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe qeverisë. Me herët janë bërë të ditur dhe emrat e Velit Tërpevski si ambasador në Tiranë dhe Fadil Zendelit në Kopenhagen. Kërkesa e studentëve në përdorimin e gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut vendosi në lëvizje dhe inspektoriatin e përdorimit të gjuhëve. Ushtrohet kontroll në Ministrinë e Drejtësisë pasi ministri Igor Filkov vazhdon të refuzojë dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Procedura pritet të zgjasë jo më shumë se 30 ditë.
Jemi në procedurën e mbledhjes së dëshmive për gjendjen faktike, materialet për mbarvajtjen e provimit të jurisprudencës, duke filluar nga kërkesa, procesverbalet, akt vindimi për formimin e komisionit, këto të gjitha janë kompetencë e Ministrisë së Drejtësisë, sa inspektori në Inspektoriatin e përdorimit të gjuhëve Fitim Ramadane. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.